Hashim Thaçi, Gjavit Haliti, Azem Sylla, Jakub Krasniqi dhe Rambuja. Gjavit Haliti dhe Hashim Thaçi kanë fluturuar nga Tirana, ndërsa Azem Sylla, Jakub Krasniqi dhe unë kemi fluturuar nga aeroporti i Prishtinës. Pse ka qenë kjo? Sepse Hashimi ka qenë një detyrë të veçantë që ka pas nga shtabi i përgjithshëm atje, ndërsa Gjavit Haliti ka qenë përfaqësues politik i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe i shtabit të përgjithshëm në Tiranë, për të komunikuar me të gjithë njerëzit që dashur të komunikoj e të ndihmoj Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Profesor, ju e përmendet që populata së paku, ndoshta edhe luftëtarët UÇK të asaj kohe, por edhe populata banor të fshatit Shal, ju përcëllën me nderime. Por si ka qenë atmosfera brenda UÇK-s? A ka pas personat të cilët kanë qenë kundër kësaj përveç Adem Demaçit publikisht? Jo, Adem Demaçi ka qenë duke na thënë që ato që po shpresonin nuk ka mundësi t'i realizoni. Nuk mund të themi që ka qenë prerës kundër, kanë qenë edhe komandant të zonave disa, po e them saktë, Rem Mustafa, komandant Remi dhe Shukri Buja. Shukriu, kur ne jemi pak pa unisur, thotë, shikoni megjithatë ju keni përgjegjësinë dhe mbani atë përgjegjësi tuaj, por unë nuk jam shumë entuziast për këtë që po shkoni. Ndërsa Remi ka thënë që ju nuk do të duhet shkoni sepse në fakt s'ka asgjë për këtë konferencë. Dhe tash e ka thënë në disa intervista, bile unë e çmoj një gjysmë shakaje, na pa thënë që unë kam mundësi edhe ta godas aeroplanin tuaj duke shkuar për Rambuje. Ishte një shakaje zezë kjo, po nuk ishte gjë, kështu që janë këto gjëra që ndodhen. Por desha ta them atë që ishin dy aeroplan të vegjël, luksoz, për të cilët e kujtoj tash, dhe në aeroplanin e parë ku duhet të vendoseshim ne të tre, s'kishte vend për të tretë. Dhe për të na respektu, nga aeroplani i parë, zbritën i ndjeri Femi Agani dhe Edit Tahiri, dhe ne të tre u vendosëm në aeroplanin e parë. Kështu që pastaj fluturuam dhe mritëm në fakt me pak vonesë, sepse gjithë delegacionet, edhe ato ndërkombëtare, edhe Jacques Chirac, presidenti i Francës, kishte qenë në sallën e konferencave, dhe delegacioni serb po, ne u vonuam pak për shkak të natyrës së atyre pengesave që kanë ditë të bëj Serbia, megjithatë në mbrim, po ishte problem tash çështja e dorëzimit të armëve. Dhe Jakubi më thotë Ram, thuju këtyre të gardës së kështjellës se ne jemi të armatosur. Dhe kur i kam thënë atyre se jemi të armatosur, ata u trazuan shumë domosdoshmë. I thash po, nëse kemi siguri brenda ne i dorëzojmë, nuk është problem. Dhe i dorëzuam armët natyrisht dhe hym pastaj në konferencë. Po hym domethënë drejt nga makinat ku na përçollën drejt në sallën e konferencës. Si e mbani mend pra ditë të arritjes në Rambuje, si u pritët si delegacion shtetëror, si... Shiko, aty nuk ishte ndonjë pritje të veçantë, ne shkuam drejt në kështjellë. O pritët zyrtarisht. Dhe natyrisht ishte delegacion zyrtar dhe jo rastisht u pritë si disa minuta në mos gjysmë ore edhe vetë presidenti i Francës që ne të arrinim në konferencë, por nuk ishte dalë kush na pres në mënyrë solemne aty, domethënë ne hym në kështjellë, i dorëzuam dhe i pranuam ato që duhet pranuar dhe dorëzuar dhe shkuam drejt në sallën e konferencës. Pas kësaj